Mirë se erdhët tashmë në Rezedielli. Do të flasim për një art të bukur, artin e pikturës, por kur ky art flet me para. Artet gjithmonë kanë sfiduar mënyrën se si ne e shohim botën, por sot kemi një artiste në studio që ka zgjedhur të pikturoj parat. Pse ka zgjedhur të pikturoj parat të ndryshme, dollare, euro me radhë? Çfarë simbolizojnë ato? Dhe a është kjo një provokim, një reflektim, një ironi, ndoshta për një të ardhme të parave në mbar botën? Ju prezantoj me Denisa Stafuka. Mirë se erdhe, Denisa. Mirë gjeta. Si fillim falenderoj shumë për ftesën. Është shumë kënaqësi të jem këtu sot me ju, me ty, me gjithë. Faleminderit. Ti ndërkohë praktikisht je e para piktore që pikturon parat, apo jo? Me sa di unë. Modestisht, me sa kam vënë re, në bazë të disa kërkimeve, bëhemi kurioz për gjërat e veçanta që vinë në treg dhe mënyrën se si artistët përpiqen të ecin përpara dhe nga ndjekësit që më kanë treguar që nuk ka të tjerë, deri tani rezultoi që unë jam piktoria e parë që kam sjell këtë lloj risie në treg. Po pse zgjodhe të pikturosh para? Si të lindi ty kjo ide? Ideja ka qenë krejtësisht spontane nga një trajnim që unë e kam bërë me të nderuarën Antigona Behrami, ka qenë një trajnim i vjeçar për zhvillimin personal dhe si duket ajo gjatë mësimeve, hasi ose vuri re tek unë një bllokim ose një sfidë që unë e kisha lidhje me paran dhe tashmë mënyra se si unë e shoh atë është shumë herë më e bukur edhe shumë herë më e këndshme se sa mund ta shikoja më herët. Cilën para ke pikturuar të parën, Denisa? Kanë qenë eurot, pa diskutim eurot, edhe me shqiptarët brenda Shqipërisë edhe me shqiptarët kudo që ndodhen, janë që zgjedhin euro, ndoshta është kjo e ardhmja. Ndoshta është një në treg, domethënë është diçka që kërkohet më shumti edhe që përdoret më shumti nga gjithë. Për ty personalisht, çfarë do të thotë? Çfarë simbolike ka imazhi i parave? A je përballur ti për shembull me reagime të tipit po ç'ne parat, ç'ne euro, ç'ne që zgjodhe të pikturosh, pavarësisht se ti e ke shtrir dimensionin e artit tënd në shumë fusha. Për piktura portret, piktura abstrakte, pa diskutim. Unë i shkoj, përpiqem që t'i shkoj kërkesës së klientit, pasi unë nuk jam një piktore që bën piktura edhe i shes ato. Unë i marr porosi paraprake. Por sikur se e përmenda pak më lart, lindi në një trajnim dhe aty nga mënyra se si u shpjegua nga trajnuesja ime, personat e përqafuan kaq shumë dhe patën një bum të porosive kryesisht vetëm me para. Pastaj risit edhe kërkojnë më shumë te këto? Dollar, euro, lek? Kanë qenë leku zvicerian, sepse është shumë i bukur. Paraja zviceriane, është shumë e bukur. Është e jashtëzakonshme, madje kur e shikon në përditshmëri, neve nuk na ndodh shumë shpesh, për ata që janë në Zvicër, e kuptoj pse e pëlqejnë kaq shumë paranë zviceriane. Ka detaje të bukura? Ka shumë detaje të bukura. Mendoj se duhet të ekzistonte një shkollë që analizon kuptimin pse janë parat, simbolikat e personazheve që janë aty që lidhen me një histori të secilit shtet. Po nga ana teknike apo artistike, sa e vështirë është për ty të kapësh të gjitha detajet e kartmonedhave për t'i sjellë ato bukur në një pikturë, që është një art më vete dhe kjo pjesë? Kur mentorja ime më tha pikërisht, zbuloj se si unë të përpunoj atë blokimin tim me paran, më tha ti do pikturosh para, pa diskutim, edhe unë isha këtu, si do pikturoj një... Ja, për shembull, këto tufat shumë me 200 se zilqe se si na duken, domethënë. Për shembull 500, ti jem realiste, nuk e kisha patur ndonjëherë në dorë, edhe më desh ta merja në një... Apo 200? Jo, 500. Më shkova në një exchange se më duhet ta prekja, ta ndjeja, edhe detajet edhe gjitha ato veçantit që ka. Pas ke pikturuar një 500 euro. Dhe mendja ime analitike thoshte si do të pikturosh ti diçka që ti nuk e ke pas në dorë më përpara, pra që ti nuk e ke parë, që ti ndjesh detaje dhe që ta dallosh me tjerat. Por në kohë shumë të shpejt bëj atë analizën që besoj se çdo kush e motivon veten, ti pikturon njerëz të cilët ti nuk i ke parë, kështu që edhe me para në njëjta gjë do të ndodh. Po kur e ke në gjaka të dellin artistike dhe imagjinatën dhe teknikën, sigurisht që ti i qëndron besnike origjinale apo futet ndonjë simbolik kështu për ta bërë akoma më të rëndësishme më të bukur atë kartmonedhën të ngjyra ose i vetmi ndryshim që unë mund të bëj është me sfondin, sepse detajet është njësoj sikurse edhe një portreti nuk i ndryshon dot sepse
del një person tjetër, ashtu ndodhe dhe me gjërat e tjera që unë pikturoj me të gjitha fushat. Mundohem të qëndroj originales, përveç se kur klienti, si në rastin unë e kam bërë gold të gjithë fushën, sepse i pëlqen e Florinta. Pra ti po pikturon aktualisht duke qenë se sa po e ke nisur këtë gjini apo këtë dimension tjetër, prej një viti që të pikturon. Ndërkohë pikturon për shembull kartmonedha që janë në qarkullim, për shembull euro apo gjithë paratë e tjera, kartmonedhat e shteteve të tjera, po të ka shkuar në mendje për shembull të pikturosh lekun shqiptar atë që nuk është më në treg? Ato 5 lekshin, ato kartmonedhat e vjetra, apo nuk e ke gjetur? E kam bërë një të tillë, por në kërkesë të klientit nuk e publikoj dot. Ishte e trashëguar, pra ishte një lek shumë i vjetër dhe ishte e trashëguar. Se ka për njerëz që kanë koleksionuar këto kartmonedha. Po, ishte fiks ky rasti edhe duke qenë se ai e ruante ato në kasafort le themi dhe donte që ta kishte në pikturë, sepse ato se nxirrte dot dhe se mbante dot si një dekor. Ku i mbajnë këto piktura? I mbajnë në zyrë, në shtëpi? Në zyra, në shtëpi, në për kompani të ndryshme, sepse personat kryesisht duhet ta theksoj këtë. Unë rrjedh ose kjo ide rodhi nga një trajnim i cili njerëzit trajnoheshin për biznes, njerëzit trajnoheshin se si të donin më tepër paran. Pra po të më pyesësh, mos e keq përdornin atë? Pikërisht, edhe ta duan, edhe sepse ka njerëz që kanë shumë para, por mënyra se si e duan paran ndryshon nga një person tjetër. Dhe kjo gjëja u përqafua te i mase, këta njerëz e mbajnë, edhe në shtëpi, ndoshta këtë për të ushqyer edhe brezat e rinj, fëmijët e tyre që ta duan paran. Të edukohen përmes paras. Se sa vlerë ka ajo dhe si nuk duhet se jo edhe në zyrë, sepse kushdo që vjen aty shikon që këtu rrjedh para, këtu ka para dhe këtu fitohet para, pse jo? A e konsideron ti dini sa punën tënde hiperrealizëm apo ka një mesazh tjetër për te kësaj më të thellë dhe jo kaq sipërfaqësore që hajtë se marrim disa kartmonedha dhe po i hedhim në telajo, po i pikturojmë, po i bëjmë ato fiks siç janë dhe të na ngjallim pak atë dëshirën, afrimitetin me paran. Ka një mesazh tjetër përveç kësaj që sapo tham? Mendoj se çdo gjë që bëhet paktën në profilin tim ose edhe po të shikosh profilin, të gjitha postimet e kanë një emocion, e kanë një mesazh. Por kryesisht ky lloj zhanri, pra të pikturosh para, ka si bazë edukimin, pra ka si bazë që ty nëpërmjet shqisës të shikuarit, ti ta ndryshosh mendimin për parat dhe ta tërheqësh atë pse jo. Besoj se është më e thellë, pra ka dhe mendjesin. Tip bestynie, për shembull, mbajnë para aty te dhoma, se mund të jetë një manifestim për të na ardhur parat përsëri ashtu siç janë. Besoj se është e kundërta e kësaj. Për shembull, ne ndryshojmë fiks kur mbajmë paran, ndryshojmë fiks ato bindje që më përpara, unë për shembull para trajnimit kisha këto mos e lër çantën poshtë se nuk vjen para. Të ikën paraja. Po, ose duhet punosh fort për ta pasur atë, ose paraja shkonte paraja dhe pikërisht për të ndryshuar këto, ti e duhet ta kesh patjetër një pikturë të tillë në shtëpi. Pra fiks për të ndryshuar atë të kundërtën. Po, përveç parave dhe pikturave të tjera që ti bën, si reagojnë ata që kanë marrë pikturat e parave? Çfarë emocionesh të kanë shprehur? Përveç personave që thash ne ishim në një grup, që ishim 850 persona në trajnim, që u prit shumë mirë. Pjesa tjetër, ne jemi një shoqëri që jemi rritur me disa bindje të caktuara që ne i përmendëm pak më lart dhe kishte disa pse pikërisht paran. Ç'neti duke pikturuar paran, domethënë kishte reagim patjetër, madje kishte edhe nga ata që më thonin mos i pikturo kaq perfekte se do akuzohesh. Ke një kartmonedhë të preferuar ose për shembull, nëse marrim kartmonedhat apo monedhat shqiptare, cila është më e bukura për ty? Për kartmonedhat shqiptare, mund të them që është 100-ja, është shumë e bukur, me ngjyrën që e simbolizon. Ka detaje shumë veçanta. Unë mendoj se të gjitha parat që kanë lindur ose janë krijuar, janë nga njerëz të cilët njohin shumë mirë historinë ose janë bazuar në disa. Me pak fjalë, kush ka para në dorë do të kuptoj. Flasim për kartmonedhën 100, ato me ngjyrën e kuq. Po, flasim për atë tjetrën. Si ngatrojmë gjërat. Po. Ka shumë vlerë. Një kafe.
Po, por mendoj se detaje që përcjellin janë Është një mënyrë mesazhe. shumë e bukur për të shprehur historinë e një kombi. Për shembull, ne kemi në një kartmonet kemi grurin që do thot bollëk, ndërsa e preferuara ime është ajo zviceriane, pothuajse gjitha kanë një dritë, edhe kur kapen të dyja duart, madje është edhe një foto që unë e kam të lançuar, aty përçohet gjithë një dritë. Pra, kushdo person që i ka këto para në dorë, ka edhe një mesazh në të. Nëse ti e vëre, sigurisht, nëse ti nuk e vëre, pra kalojmë tek personat. Ti ke parë me imtësi, ke parë me detaje, i studion më mirë, pastaj i hes me lup gjitha detajet që ka të vogla apo të mëdhaja, që ka çdo kartmonet. Ke menduar për shembull të hapësh, të çelësh një ekspozit me para, me të gjitha kartmonetat e një pjesë, një numri të caktuar shtetesh? Gjëja e parë që më vjen në mendje kur përdor një ekspozit me para, mua më vjen në mendje liria, sepse paraja besoj se simbolizon të qenurit të lirë. Po, patjetër, pse jo, në të ardhmen do ishte shumë mirë, pavarësisht sepse unë jam vetëm në hapat e parë për këtë lloj zhanri, pra në pjesën e pikturës të parave. Kam vetëm një vit edhe nuk është se kam bërë shumë plane të mëdha, por që po shkon shumë mirë. Si të kalon të dëshirë për të pikturuar? Nuk e mbaj mend, kam qenë shumë e vogël. Po, shumë e vogël. Portrete, peizazhe, piktura abstrakte, cilat janë ngjyrat e preferuara të Denisës? Këtë vit, po flas për këtë vit, për isit e reja, këtë vit kanë qenë shumë të kërkuara, më pata një bashkëpunim shumë të madh me këtë rast të përfitoj ta falenderoj edhe Elona Bakiun, arkitekten, ajo më ka bërë pjesë të disa projekteve për të arreduar shtëpitë e klientëve. Janë me pastë modeluese, punime 3D, Janë trendi i momentit? Janë trendi i momentit, janë preferohen shumë të mëdhaja duke qenë se nuk kanë ngarkesë. Po, nuk kanë ngarkesë, kanë shumë finesë, ndoshta përçojnë shumë klasë të lartë, nëse ti e ke një gjë të tillë në shtëpi dhe kanë qenë shumë të preferuara. Është një biznes fitimprurës sot pikturosh? Unë jam përpjekur shumë të mos e kthej në biznes. Duke patur parasysh dhe koston që ka. Patjetër që po. Jam përpjekur gjithmonë që të mbaj pasionin të parën. Është shumë e rëndësishme për mua ta mbaj si pasion dhe më pas ta kem biznes. Është e domosdoshme, është e pashmangshme që ta kesh edhe në biznes, kështu që po, janë të dyja, shkojnë të dyja së bashku. Bukur. Ti ndërkohë përveç pasionit për pikturën, je përfshirë edhe me fëmijët, punon dhe me fëmijët, në sistemin parashkollor. Je edhe edukatore, apo jo? Edukatore, i mësoj edhe atyre artin, i mësoj që ta përshafojnë jetën në këndvështrimin tim, uroj që bëj më të mirën e mundshme. Një edukatore që pikturon dhe që pikturon edhe para dhe jo vetëm portrete dhe piktura të bukura. Unë duroj shumë suksese edhe të vazhdosh sa më shumë me projekte të tjera të bukura. Ishte jashtëzakonisht shumë kënaqësi për mua, kam sjellë një dhuratë shumë të vogël. Shumë faleminderit. Kush nuk i pranon dhuratat tani në fund vit. Një kartolinë e bukur me Denisën për ta përmbyllur bisedën me të. Faleminderit dhe shumë suksese. Festa të gëzuara. Faleminderit shumë gëzuar për gjithë shqiptarët. Ne do të shkëputemi për pak, vim me rubrikën Bëje Vetë me Stella Nikollën.